Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka riorganizuar drejtimin e disa institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale në kuadër të rritjes së sigurisë dhe përmirësimit të menaxhimit të burgjeve. Në IEVP Fushkruj është riorganizuar zinxhiri komandues, duke u liruar nga detyra drejtori Apostol Luca dhe në këtë detyrë është emëruar Erviz Dedej me eksperiencë të gjatë në sistemin e burgjeve. Gjithashtu, shefi policisë është emëruar kryekomisar Fation Sadikaj me mbi 20 vite përvojë në policinë e burgjeve. Ndërkohë, në IEVP Durrës është emëruar drejtor Serian Mazreku me eksperiencë në administratë dhe në fushën ligjore, si dhe u emërua shefi policisë kryekomisar Florian Masha me karrierë të gjatë në radhët e policisë së shtetit. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve bën të ditur se këto lëvizje synojnë forcimin e përgjegjshmërisë, rritjen e kontrollit dhe vendosin e standardeve më të larta në funksionimin e institucioneve penitenciare.